me shumë sakrificë dhe me shumë përkushtim. Dhe më e pakta që do duhet që politikanët e sotët, e sidomos ata që marrin përgjegjësi për ndërmarrë format e forcë që flasin me zotën Kurthe dhe partinë e koalicionit që udhëheqën, do duhet që në nderim të kësaj sakrifice e këtij shteti, e këtyre institucioneve që janë bërë po me atë mund dhe sakrificë që tash të ishin përgjegjshëm dhe të kuptonin që asgjë për këtij verdikti qytetarëve nuk mund të imponohet në vetë. Qytetarët e Kosovës meritojnë më mirë, meritojnë më shumë, dhe ne si Partia Demokratike e Kosovës e rishprehim në atë qëllimin tonë, që jemi gatshëm për të dhënë zgjidhje kësaj krize politike, duke mundësuar votimin e një kandidate apo kandidate që vërtet e merr shumicën e votave për të shkuar kurrë pastaj edhe në fatet kushtetuese që mundsojnë krijimin e qeverisë së re.